A dini se është një hadithi Resulullahit, çdo nat Allah i madhruar liron qafat e robëve të vet nga zjarmi i xhenemit. Me një fjalë, çdo njeri liron me numër të madh nat. Kur vere nata e fundit, ka me liru atë sa ka liru prej ditën e parë, dytë, tretën deri në fund. I kanë thonë sahabat, ja Resulullah, a është kjo nata e kadrit që liroj ka atë shumë pejgamberi? Jo, ka thonë, është nata e fundit, jo nata e kadrit. A ki po punëtori që punon, thot punon, edhe në fund ka qef me marr pagën e patronit. Si ja pagun? Ja pagun fund, nuk ja pagun në mes, ja pagun këtë fundin e saj që ka vepruar. Andaj, neve në kena në disponim dhe një ditë. Ua kujtoj juve dhe vetës teme, në fund gjithmonë është një hadith që të me pas hatër, edhe parasysh i dërguar Allah ka thonë innamal a'malu bil khawatim, veprat, punët, projektet shpërblen sipas fundit, finishin. Mos harroni fundin. Edhe fundi jep një zor. Se nuk i dihet, ma ki çaj fundit, ta fshin këtë kaluar. E fundit, po, edhe se njeriu thot në fund, la ilaha illallah, një shprehje, Allah i madhëruar ja fal këtë kaluar. Se të Zoti sipas fundit. Edhe fundi nuk do të më spontanisht, surprizë. Vetëm se ky ka pas diçka mrena, në gjoksin e vet, zemrën e vet, që Zoti ja ka mësuar. Lut Allahun e madhëruar, Allahu të na i pranojë xherimin. Inshallah Allah na mundson me përjetu Ramazana të shumta, me ndjenja dhe me kënaqësi më të mëdha që mund me i përjetu robi, e cila i ngjeson kënaqësi dhe emocionet e xhenetit. Allah ju nderoft, Allah ju shpërbleft, e një kërkoj halal të na i bani neve, ndërsa ju keni halal nga na jon, nga se ne vetëm se përfundojmë me ligjëratat e xhumas të muajit Ramazanit, me shpresë mu taku në Ramazana tjera. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.